Me qenë se ishte lënë nga baba I fëmijës, gruaja jetonte vetëm në atë shtëpi prej druri larg fshatit. Muret kërcisnin nga mosha, por në zemër të shtëpisë mbretëronte heshtje. Një heshtje e thyer vetëm nga gjethet që frynin në erë. Dhe hapat e qenit që nuk e linte kur vetëm. Ai nuk kishte emër. Ishte thjesht aty. Ai e gjeti gruan e tij në një pasdite me stuhi, menjëherë pas braktisjes. Ajo e mirëpriti pa fjalë dhe ai qëndroi. Që atëherë, kudo që shkonte ajo, shkonte edhe ai. Dhe ndërsa barku rritej, qeni dukej se e kuptonte. Ai gjithmonë shtrihej me kokën afër barkut të saj. Ai nuhati me delikatesë. Qëndroja I palvizshëm kur ndjeja shkelmat e para. Në ditët me diell, ajo ulej në verandë me një peshqir në prehër. Ajo qepte rroba të vogla, edhe pa e ditur nëse do të kishte forcën t'i krijonte e vetme. Qeni shtrihej te këmbët e tij, me sytë e ngulur të gjilpëra, duke lëvizur para dhe mbrapa, sikur të shihte atje ndonjë shpresë që vetë nuk mund ta shpjegonte. Natën, skena u përsërit. Gruaja e shtrirë në krah, duke mbrojtur barkun e saj. Dhe qeni, me trupin e përkulur rreth saj, sikur për të mbajtur larg të ftohtin dhe frikën. Zhurma e frymëmarrjes së saj ishte muzikë për të. Dhe kur ajo kishte ankthe, ai e zgjonte duke e përkëdhelur lehtë hundën. Fqinjet komentuan se ajo po bëhej më e qetë dhe më e distancuar. Por asnjëri prej tyre nuk dinte për qenin. Asnjëri prej tyre nuk e dinte për lidhjen që po krijohej atje, midis një gruaje të braktisur, një fëmije të palindur dhe një kafshë që dukej se kishte ardhur vetëm për t'u kujdesur për të dy. Një pasdite, ndërsa qielli filloi të merrte ngjyrë të artë, ajo qëndroi para pasqyrës dhe vendosi dorën mbi bark. Qeni ishte pas saj, duke parë në heshtje. Pastaj ajo doli, u ul në stolin prej druri në pemë dhe qëndroi aty për minuta të gjata, duke parë horizontin. Qeni u ngjit në stol, me përpjekje, dhe e vuri kokën mbi barkun e saj. Ajo I mbylli sytë. Koha dukej sikur ndaloi. Dhe pastaj, ajo ngriti shikimin nga qielli dhe ja përkëdheli kokën. Gishtat e tij rrëshitën ngadalë nëpër flokët e ashpër e të errët, sikur të mbanin diçka që nuk donte ta lëshonte. Në atë moment, 3 zemra po rrahnin së bashku. E saj. E foshnjës. Dhe e qenit. Asgjë nuk u tha. Nuk kishte nevojë të thuaj asgjë. Vetëm zhurma e erës përmes gjetheve, aroma e tokës dhe pesha e ëmbël e pranisë. Nëse kjo histori ju ka prekur zemrën, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanal, lidhja midis të dyve sapo ka filluar. Qeni filloi të ecte edhe më afër gruas. Sikur hapat e saj ishin të tija. Kur ajo ngrihej nga shtrati, ai ngrihej ngadalë dhe ecte pas saj, edhe nëse shkonte vetëm te lavamani ose te teli I rrobave. Ai nuk mund ta duronte dot larg barkut të tij që po I rritej, sikur të dinte se aty kishte diçka që duhej ta mbronte me gjithë trupin e tij. Në ditët kur ajo ndjente të përziera, ai thjesht I përkëdhelte dorën që I dridhej. Nuk bëri asnjë zhurmë. Nuk kërkonte vëmendje. Thjesht ishte. Si dikush që e kupton se dhimbja nuk zgjidhet me fjalë, por me praninë. Ajo filloi të qepte më shumë. Pëllura të thjeshta, me lule, të lira. Rroba të vogla ishin grumbulluar mbi shtrat. Dhe natën, qeni shtrihej midis tyre, sikur të donte t'i mbronte me nxehtësinë e trupit të tij. Ndonjëherë flinte me kokën mbi një kapel të vogël leshi që e kishte bërë me aq kujdes. Por koha solli edhe shenja paralajmëruese. Duart e saj nuk ishin më aq të qëndrueshme, këmbët u ënjtën. Ndonjëherë ajo ulej në dyshemen e kuzhinës dhe thjesht rrinte aty, me shpinën mbështetur në dollap, duke marrë frymë thellë. Disa provime vinin me udhëzime të paqarta, kërkesa për të pushuar, për t'u qetësuar. Por ajo nuk kishte askën. Vetëm qeni. Dhe disi, kjo dukej e mjaftueshme. Pasditet u bën më të ngadalta. Barku u rrit, por edhe heshtja u rrit. Frika nuk kishte emër, por jetonte në sytë e saj. Kur perëndonte dielli, ajo dilte në obor, ulej në karrigen prej druri dhe vendoste duart mbi bark. Qeni vinte dhe shtrihej pranë tij, por tani nuk e mbështeste vetëm kokën. Ai ja nguli syt barkut, sikur po dëgjonte diçka brenda tij. Disa net, ajo zgjohej duke u dridhur. Pata dhimbje të lehta. Qeni ishte tashmë në këmbë, I vëmendshëm. Ai do të nuhaste shtratin, do t'i prekte barkun me hunë dhe do të shtrihej përsëri, por kur nuk I mbyllte sy. Gruaja u përpoq ta mbante buzëqeshjen.
I lava rrobat e foshnjës dhe I vari në litarin e rrobave me kujdes. Por syt, edhe në momente qetësie, mbanin një hije që nuk ishte aty më parë. Një pasdite, qielli u bë portokalli. Dhoma ishte e mbushur me një dritë të artë që kalonte përmes perdes. Ajo ul në buzë të shtratit me këmbët e fryra të mbështetura në një stol. Duart prekën barkun, por gjesti ishte I ngadalt, I rëndë. Koka ra përpara. Supet u dridhen. Ajo qau në heshtje. Qeni u shfaq te dera. Ai qëndroi I palvizshëm për disa sekonda. Pastaj ai eci ngadalt drejt saj dhe u shtri në fund të shtratit. Ai u përkul me kujdes, pastaj ngriti qafën dhe e vendosi hundën pikërisht në qendër të barkut të saj. Dhe aty qëndroi. Pron. Si dikush që e kupton atë që asnjë njeri nuk do të kishte guximin ta thoshte. A keni ndjerë ndonjëherë që një kafshë të ndjej dhimbje përpara se të flas? Pëlqeni videon dhe komentoni këtu. A besoni se kafshët ndjejnë gjithçka? Qëndro deri në fund imazhi I zgjimit do të shënoj për gjithmonë. Dhimbjet filluan të shfaqeshin më shpesh. Ndonjëherë e shkurtër, ndonjëherë e gjatë, sikur trupi I saj po përpiqej ta paralajmëronte se diçka po vinte, ose po ikte. Gruaja nuk flinte më mirë. Ajo ul në shtrat, mori frym thellë dhe vendosi dorën në bark sikur të kërkonte qetësi. Qeni e shikonte gjithmonë nga afër, pa I lëvizur syt, me sy të vëmendshëm, duke dëgjuar me gjithë trupin. Ai filloi të nuhaste barkun më shpesh. Ai do ta fuste hundën brenda, do të largohej dhe do të kthehej. Sikur të kërkonte një tingull, një sinjal, një dridhje. Dhe kur ajo ngrihej për të shkuar në banjo ose për të bërë çaj, ai e ndiqte në çdo hap, I shtrirë në fund të karriges ose para derës si një roje heshtjeje. Shtëpia ishte tashmë gati. Djepi I mbështetur në mur, me çarçaf të lehtë dhe jastëku I vogël I qëndisur prej saj në pasditet kur dielli ende hynte me bujari nga dritarja. Valixhja ishte vendosur pranë derës, me rrobat e ndara, dokumentet e organizuara dhe një batanie blu. Ishte sikur gjithçka po priste mbërritjen e tij. Por mbërritja, ndonjëherë, vinte me shumë heshtje. Në një ditë të nxehtë, ndërsa qielli papritmas u mbyll me re gri, ajo ndjeu diçka të ndryshme. Kurjet vinin në val, më të forta se kurrë. Ajo u mbajt pas murit, mori frym thellë dhe u përpoq të mos binte. Qeni ishte aty, si gjithmonë. Ai nuhati ajrin, nuhati dorën e saj dhe pastaj lehoi lehtë. Vetëm një herë. Një tingull që dukej më shumë si paralajmërim se sa si thirrje. Fqini ishte ai që e ndihmoi. Ai e futi gruan në makinë dhe u nis me nxitim. Qeni vrapoi pas tij. Ai vrapoi me gjoksin hapur, sikur donte ta arrinte atë. Por makina u zhduk poshtë rrugës me dhe ai u ndal te porta. Ai qëndroi aty, I palvizshëm. Ulur. Duke parë në të njëjtin drejtim, edhe pasi makina nuk dukej më. Në shtëpi, shenjat mbeten. Çaji I ngrohtë në filxhan, jastëku I fundosur, çorapet e vogla të palosura mbi komodinë. Dritarja kërciste nga era dhe drita e pasdites depërtonte përmes çarçafëve të djepit. Por nuk kishte zë. Vetëm heshtje. Qeni filloi përsëri të nuhaste të gjithë shtëpinë. Ai shkoi në dhomë, u ul para derës dhe qëndroi aty. Për orë të tëra, barku I tij ngrihej dhe ulej ngadalë. Ndonjëherë ai shikonte djepin e foshnjës dhe ulte kokën. Ishte sikur koha kishte ndaluar aty. Nëse ja keni dalë deri këtu, komentoni, a e keni ndjerë ndonjëherë heshtjen e një shtëpie të zbrazët? Shihoni videon, gjesti I fundit I qenit ende nuk ka ardhur. Heshtja e spitalit dukej më e fortë se çdo britm. Muret e ftohta e të bardha reflektonin një dritë pa ngjyrë, pa jetë dhe të pashpresë. Dhe pikërisht aty, midis erës së alkoolit dhe kërcitjes delikate të rrotave të barelës, bota e gruas ndaloi. Doktori nuk tha asgjë më shumë se sa ishte e nevojshme. Një fjali e shkurtër dhe objektive, pa vend për pyetje. Foshnja lindi e vdekur. Ajo nuk qau. Jo në atë moment. Syt e tij ishin të thatë, të fiksuar në diku përtej murit, duart të cilat duhej të kishin mirëpritur një trup të vogël e të ngrohtë, mbetën bosh, të mbështetura në preher, të palvizshme. Një çarçaf I bardhë mbulonte kurbën që dikur mbante shpresë. Tani, vetëm boshllë. Kur doli nga spitali, nuk u kthye më pas. Ai hipi në makinë sikur të mbante brenda vetes një trup të padukshëm. Udhëtimi për në shtëpi ishte I heshtur.
Nuk kishte zë në radio, nuk kishte zogj në rrugë, nuk kishte ajër në mushkëri. Vetëm kërcitja e lehtë e motorit dhe hija e pasdites që binte. Porta e shtëpisë kërciste ngadalë. Qeni, ai që kishte qenë me të që nga fillimi, priste jashtë. Ai nuk lehte, nuk kërceu, nuk vrapoi. Ai qëndroi aty me veshët ulur dhe sytë e ngulur te gruaja. Ai e dinte. Ajo hyri brenda. Shtëpia ishte e njëjtë, djepi i vendosur në cep të dhomës, rrobat e varura, copa blu që kishte qepur e palosur në karrige. Aroma e çajit ende përhapej në ajër, sikur koha të kishte ngrirë që nga dita e kaluar. Por tani gjithçka ishte ndryshe. Çdo gjë kishte peshën e diçkaje që nuk ndodhi. Qeni erdhi menjëherë pas. Ai nuhati tokën, pastaj ajrin. Ai shkoi te djepi i djepit. Ai i vuri putrat e përparme mbi mobilje dhe nuhati përsëri. Asgjë. Ai zbriti, eci në radh. Ai shkoi te valixhja që ajo kishte paketuar, e preku me hunë dhe u tërhoq prapa. Gruaja qëndronte te dera, duke parë gjithçka me vështrim të zbrazët. Krahët e saj ishin ende të rëndë, sikur po e mbanin foshnjën në krah. Por ishte thjesht mungesë. Një vrimë e madhe në gjoks. Dhe askush nuk mundi ta mbushte. Qeni u kthye tek ajo. Ai u ul. Ai shikoi. Ai u shtri. Ai heshte. Nata ra. Drita e verandës u ndes vetvetiu, si zakonisht. Shtëpia mbeti e heshtur, e thyer vetëm nga zhurma e lehtë e erës që frynte kundër perdes. Në errësirën e dhomës, gruaja ishte ulur në buzë të shtratit. Sytë e tij ishin të fiksuar në asgjë. Por duart, duke u dridhur, lëviznin ende instinktivisht drejt barkut, tani të tharë, të pajetë. Ishte atëherë që qeni u afrua. Ngadalë. Pa nxitim. Pa zhurmë. Ai u afrua gruas dhe, me një gjest të ngadalt, i lëpiu butësisht barkun. Sikur donte të thoshte, e di. Sikur, në heshtje, edhe ai po qante. Pastaj u shtri në fund të shtratit, me hundën të kthyer nga dera, sikur të ishte ende duke pritur që të vinte dikush. Dhe nëse po shikoni deri këtu komentoni, çfarë do të bënit në një moment si ky? Ndoshta mendon se është thjesht një histori. Por për ata që kanë humbur tashmë, për ata që kanë mbajtur një boshllëk aq të rëndë sa një fëmijë i palindur, çdo vi dhemb si një prerje. Pra, pëlqeni këtë video nëse ju preku në ndonjë mënyrë. Dhe abonohuni në kanal, sepse histori të vërteta si kjo kanë ende shumë për të treguar. Koha kaloi. Gruaja nuk fjeti. Ai rinte ulur në koltuk në dhomën e ndenjes, me një batanie mbi shpatulla dhe syt ende bosh. Qeni mbeti aty, pa u larguar, pa lëvizur. Nata u shndërrua në agim, dhe agimi u shndërrua në heshtje absolute. Pëllura blu, e njëjta që e kishte qepur me aq kujdes, tani ndodhej mbi karrige. Një kujtesë për atë që mund të kishte qenë. Dhe qeni, edhe pa e kuptuar se çfarë është vdekja, e kuptonte zin. E kuptoi mungesën. Ai e kuptoi tingullin e të qarave të heshtura. Sepse po, zgjimi po ndodh tani dhe atë që bën qeni, askush nuk e ka harruar kurrë. Dielli nuk i kishte prekur ende majat e pemëve kur filluan të mbërrinin njerëzit e parë. Obori ishte i heshtur. Karriget ishin vendosur në një gjysmë rreth arkivolit të bardhë, i cili mbështetej mbi dy dërasa rustike, poshtë pemës së madhe ku era frynte gjithmonë më e fortë. Mbi arkivolin e vogël, lule të kuqe të sapo kputura nga kopshti. Asnjë zhurmë, përveç fshfërimës së gjetheve. Asnjë britmë. Pa dyshim. Vetëm dhimbje e ndarë në heshtje. Gruaja ishte ulur në një stol prej druri, me shikimin të ngulur në arkivol. Supet e saj u përkulën, duart e kapura në prehër, shpirti i saj mungonte. Nuk qava më, sepse ka një dhimbje që than edhe lotët. Pranë saj, askush nuk guxonte të fliste. Ishte sikur koha kishte ndaluar, duke respektuar madhësinë e asaj mungese. Ishte atëherë që ai u shfaq. Qeni i zi doli nga pjesa e prapme e shtëpisë. Ai ecte ngadalë, me putrat të palvizura dhe syt ulur. I shtrënguar midis dhëmbëve të tij ishte një copë blu, e njëjta që gruaja e kishte qepur me aq kujdes në muajt e parë të shtatëzanisë së saj. Ishte e vogël, e butë, tashmë e zbehur. Një simbol i gjithçkaje që ëndërrohej, një copë kujtimi që mori frym. Njerëzit shikuan njëri tjetrin. Disa gëlltitën me vështirësi. Të tjerët thjesht u larguan, duke i lënë hapësirë. Ai vazhdoi.
Kalonte pa probleme midis këmbëve të njerëzve. Ai nuk lehte. Nuk funksionoi. Hapat e tij ishin si lutje të heshtura, të mbushura me kuptim. Ai ju afrua Arkivolit. Unë dal. Ai e vendosi ngadalë pëlhurën në dy sheme. Dhe pastaj, me një gjest që askush nuk e priste, ai u përkul. Ai e rrokullisi pëlhurën mbi shpinë, duke e rregulluar me dhëmbë, sikur ta kishte kuptuar se çfarë duhej bërë. Ai qëndroi i palvizshëm për disa sekonda, me hundën afër tokës. Pastaj, me një anim të lehtë të trupit, ai rrëshiti shpinën poshtë Arkivolit të vogël të bardhë. Burrat, duke qëndruar në vend, shikonin. Dikush bëri një hap përpara për të ndërhyrë, por gruaja ngriti dorën duke kërkuar heshtje. Sytë e tij, që deri atëherë kishin qenë të zbrazët, tani ishin fiksuar te kafsha. Kishte diçka të shenjtë aty. Me kujdes, qeni u ngrit në këmbë. Arkivoli nuk ishte i rënd, ishte shumë i vogël, shumë i lehtë për atë që duhet të ishte. Por edhe kështu, përpjekja e qenit ishte e dukshme. Këmbët i dridheshin pak, trupi i anoi për të ruajtur ekuilibrin. Njëri nga burrat pëshpëriti një lutje. Gruaja vuri dorën mbi gojë, e paf të merrte frym. Dhe pastaj ai eci. Hap pas hapi, ai kaloi oborin. Gjurma e bërë në tokën e rrahur dukej si një korridor midis botës së të gjallëve dhe atyre që nuk mund të jetonin. Lulja e kuqe që ishte mbi Arkivol ra, duke rrëshitur dhe duke rënë në tokë sikur nuk pranoi të largohej. Por askush nuk lëvizi. Të gjithë thjesht shikonin, me sy të përlotur, pa e ditur nëse ishte e vërtetë. Me të arritur në pikën e fundit, një grop e cekët, e gërmuar midis dy gurve të lëmuar në fund të fushës, qeni u ndal. Ai qëndroi aty, me trupin e harkuar, me pëlhurën ende mbi shpinë. Dhe pastaj, ngadalë, ai u ul. Arkivoli rrëshiti pa probleme në tokë, pa zhurmë, pa humbje ekuilibri. Dhe ai, i mposhtur nga lodhja dhe pesha që nuk ishte vetëm fizike, u shtri pranë varrit. Ai mbështeti kokën në dy sheme. Pëlhura blu ende i mbahej midis dhëmbëve. Dhe ai mbeti i palvizshëm. Gruaja ra në gjunjë. Ai nuk qau me zë të lartë. Ai nuk bërtiti. Ai thjesht mbështeti ballin në tokë dhe i la lotët të rridhnin në heshtje. Ishte tingulli i parë i vërtet që nga lindja. Ishte zi që thyente heshtjen me ëmbëlsi. Të gjithë u larguan ngadalë. Askush nuk e preku qenin. Askush nuk guxoi të thoshte asgjë. Ajo lamtumir nuk i përkiste askujt tjetër. Nëse ke arritur deri këtu, atëherë e di tashmë se jo çdo lamtumir ka nevojë për fjalë. Ndonjëherë një gjest si ky, nga një kafshë që e donte edhe para se të shihte lindjen e foshnjës, flet më shumë se çdo fjalim. Nëse kjo ju preku, pëlqeni këtë video tani, ndani me dik që i do kafshët ose që ka përjetuar dhimbje të ngjashme. Komentoni më poshtë, çfarë ju preku më shumë nga kjo lamtumir? Sepse histori të tilla nuk tregohen thjesht. Ato ndihen. Qeni qëndroi aty për orë të tëra. Lulja e kuqe pranë varrit. Toka është ende e freskët. Pëlhura, tani e mbuluar me pluhur, i ishte ngulur midis dhëmbëve. Dhe askush nuk guxoi ta largonte që andej.